Nëse një person flet tepër, ai është i palumtur. Këto janë të vërteta psikologjike që shumica nuk dëshirojnë t'i pranojnë. Dëgjoj deri në fund. Nëse një person qesh shumë edhe për gjëra të parëndësishme, ka gjasa që ai të ndihet i vetmuar brenda vetes. Nëse një person përpiqet gjithmonë të ndihmojë dhe mbështesë të tjerët, ka shumë mundësi që askush nuk e imagjinon se sa shpesh atij vet i nevojitet mbështetje. Por ai nuk është mësuar t'i ndajë problemet me të tjerët. Nëse një person mundohet gjithmonë të bie në sy, ka shumë gjasa që në të kaluarën nuk është ndjerë i dashur ose nuk ka marrë mjaftueshëm vëmendje. Nëse një person qan për gjëra të vogla, ai është i pastër dhe i mirë nga zemra. Nëse një person shfaq agresivitet shpesh, do të thotë se mbar dhimbje të thellë brenda vetes, të cilën e fshen nga të tjerët. Nëse një person flet pak në një grup të madh, ka gjasa të jetë emocionalisht dhe mendërisht i fortë. Ai e di që një njeri i mençur dëgjon më shumë dhe flet më pak, prandaj i jep pesh fjalëve të tij.